Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet e fundit teksa ditën e sotme Shtetet Bashkuara të Amerikës në një mesazh për ditën e flamurit, pra ditën e pavarësisë, kanë kërkuar nga qeveria shqiptare luftën ndaj karteleve të drogës. Për të folur për këtë çështje, por e tematika tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur zotin Due Pietra. Zoti Pietra, përshëndetje. Përshëndetje juve. Zoti Pietra, në mesazhin e tij sekretari amerikan I shtetit drejtuar qeverisë shqiptare lidhur me përvjetorin e pavarësisë së Shqipërisë nuk harron që të përcaktoj edhe detyrimin nga ana e qeverisë shqiptare për të luftuar kartelet e drogës dhe krimin organizuar. Ju si e keni parë këtë deklaratë të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio? Atëherë Amerika dy gjana ka, krimin e organizuar dhe kartelet e drogës. Se për qeverit dhe drejtimin e tyre nuk është se ka ndonjë problem të rëndësishëm. Pra, është gjë me shumë rëndësi kur këtë ditë ata kujtohen për Shqipërinë, kujtohen për të luftuar pra këto dy fenomene që sot në Shqipëri kanë ardhur si rezultat I keq qeverisjeve, qoftë majt dhe qoftë djathtë. Pra dhe personave të implikuar me pushtetar dhe ajo që themi gjithmonë që është politika, ajo që është e ingranuar qoftë krimi I organizuar, qoftë kartelet e drogës. E kemi thënë disa herë nëpërmjet makinave të deputetëve, është lëviz pra droga në Shqipëri. A është ky një sinjal kundrejt qeverisë shqiptare dhe konkretisht ndaj kryeministrit Edi Rama, I cili është dhe nën shënjesën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet thënë sa I përket dosjeve të Charles McGonigal, apo edhe rastit të familjes Hysa që u sankcionua nga Shtetet Bashkuara të Amerikës si bashkëpunëtore e kartelit Sinaloa? Po, nuk mendoj që Amerika I bën krahasimet me qeverinë shqiptare, me kryeministrin e Shqipërisë, për sa I përket luftës kundër krimit të organizuar dhe pra luftës kundër karteleve drogës. Çka do thotë që qeverisja është e distancuar për sa I përket ajo përveç mirë qeverisjes ose organizimit saj, ajo duhet të luftojnë edhe këto dy fenomene, të cilat tashmë Amerika pathuajse gjithmonë ja u ka paraqit dhe ja u ka dhënë të provuar se ku ndodhen, si ndodhen dhe çfarë bëjnë dhe kush janë. Ndërkohë të kalojmë një rast sa I përket hetimit nga ana e SPAK-ut dhe goditjes së strukturave kriminale apo elementeve kriminal më saktë që gjenden në policinë e shtetit që bashkëpunojnë me krimin organizuar, ku një ndërta informonte element të krimit të organizuar mbi lëvizjet e tij apo se ndodhin në përgjim. Pra bëhet fjalë për një nga efektivet e antiterrorit, siç ishte Igli Haxhirej, I cili informonte një person të strukturave të krimit të organizuar se ai së bashku me nënën e tij dhe nusën e tij ishin në përgjim. Çfarë po ndodh me pjesën e strukturave të policisë së shtetit që bashkëpunon me krimin organizuar dhe ky nuk është rasti I vetëm? Tani ky nuk është një rast I vetëm dhe ndodh në çdo vend botë, kjo që ka ndodhur me personin I fjalë, por ideja është që lufta dhe përzgjedhja e punonjësve të policisë në strukturat të shtetit, pra don shumë kujdes dhe derisa ne kemi të përfshirë politikën, ne këtu përsëri e kemi të pafuqishëm për zgjedhjen e qoftë të policisë, qoftë të policëve, qoftë të oficerave të policisë, qoftë çdo drejtor apo nëndrejtor, ministër ose zëvendësministër. Kur shteti është I kapur, atëherë të gjitha strukturat e tij janë vegla të këtij shteti të kapur, të cilat pra marrin dhe japin informacione nga më të ndryshmet. Jo më shumë se para disa ditësh, unë kam botu në gazetën antikorrupsion një rast konkret që nuk mundet që pra hetimet të bëhen publike 3 ditë para arrestimit, 3 ditë para se të merret vendimi I gjykatës. Çka do thotë që edhe këtu
qoftë strukturat e prokurorisë, qoftë të gjykatës, qoftë të policisë, janë të implikume me krimin ekonomik, me krimet nga më të ndryshme, qoftë me kartelat e drogës, qoftë me krimin e organizuar, dhe e din shumë mirë se çfarë ndodh, sepse janë vetë ata që ja kërkojnë prokurorisë, ja kërkojnë institucioneve që të marrin masa për këtë fakt. Dhe ata janë ata që i vënë në lëvizje. Nuk është as prokuroria, as policia, as kush, por janë vetëm strukturat e parlamentit shqiptar. Zoti Pietra, të rikthehemi sërish tek qasja që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj luftës ndaj karteleve të drogës. A mendoni se Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë nën shënjestër qeverinë shqiptare dhe konkretisht po themi kryeministrin Edi Rama dhe në rastet kur ai mund të dyshohet në bashkëpunim me pjesën e krimit organizuar? Unë mendoj që i ka ardhur koha, sepse edhe Amerika e ka duru shumë kryeministrin Rama, e ka duru shumë qeverinë Rama, pra ndonë se e ka gjithë informacionin e duhur edhe Amerika, edhe Anglia, edhe institucionet tjera, se çfarë ndodh dhe çfarë bëhet në Shqipëri. Kjo do thotë që informacioni është vullneti për të bërë veprime, qoftë arrestimit e tyre, qoftë marrjen e masave, qoftë pra ajo që është më e rëndësishme për mua është që srimi i pasurive të gjithë kompanive të cilat shkatruan Shqipërinë. Këto 12 kompani të cilat merrnin tendra, nuk banin punën. Pra, po të shikosh edhe rrugët sot e Shqipërisë janë në mjerim. Pra, prishet rruga, merren lek, atëherë të gjithë këta kolidator që kanë kolaudu këtë rrugë, për mu duhet me kenë burg. Të gjithë atyne kompanive të cilët jashtë kanë fitu tendrin, kanë paguar lek në forma nga më të ndryshme, për mu duhet ju sekustru paraja gjitha. Zoti Pietra, të ndalemi pak te rasti Belinda Ballukut. Si mendoni çfarë do të ndodh tani me rastin e saj kur çështja ka kaluar tashmë në gjykatën kushtetuese dhe javën e ardhshme ky institucion pritet të marrë një vendim dhe në këtë rast a mund ta rikthejë gjykata kushtetuese në detyrë Belinda Ballukun apo mendoni se do ta hedh poshtë kërkesën e qeverisë për anullimin e vendimit pra që mori gjykata e posaçme për pezullimin e saj nga posti si zëvendës kryeministre? Tani unë, për veten time, jap një analizë ligjore dhe jo me emra Balluku, mund të jetë kushdo në zëvendës kryeministre, kushdo ministre me radhë. Ministri, zëvendës kryeministri nuk mund të pezullohet nga një prokuror cili do qoftë ai. Edhe nuk mundet që prokurori të thonë nuk më pëlqen ky ministër, sa është hajdut, nuk më pëlqen ky kryeministër dhe unë ta pezulloj. Kodi i procedurës penale nuk e parashikon një gjatë tillë. Nëse ne do bëjmë një veprim tillë siç e ka bërë ky prokuror, nesër pas nesër do shkarkohet ky ministri, do pezullohet ky ministri, do pezullohet qeveria dhe kush do punoj? Duhej që të vazhdonte hetimet, nuk ka 2 vite vazhdon me hetime. Do 2 vite ai nuk po mendon ka se për një 6 mujor tjetër po i fshik ka provat. I fshen provat. Nuk ka lidhje me provat. Ban hetimin, çojep në gjyq, dënoje me dhe restoje. Pra, çfarë problemi ka këtu nëse prokurori e heton çështjen në këtë forma? Pra nuk mund thonë prokurori për 2 vite që ka mbledhur prova, me fshen provat. Nuk ka sens. Edhe për kryeministrin, edhe për çdo ministër, edhe për çdo person. Por të marrim një shembull tjetër, çfarë prokurori, në qoftë se parlamenti shqiptar i thotë jo, çfarë do bëjmë prokurori? Dhe a ka parlamenti shqiptar për ta thënë? Jo, i ka. Atëherë nuk marrim edhe një rast tjetër se çfarë mund ndodh me qoftë me qeverinë e majt. Kryeministri e ka ndodhur e në për kushtetutin? Jo. E çfarë do të bëjnë ai pastaj? Ai mund ta shkrinë edhe spakun, nëse i mushet mendja. Nëse e sheku është i kapun nga institucionet ose XY, ai mund mbledh në qeverinë dhe thotë, spaku ka të. Pra ka një provë shumë të fortë që spaku ka vendos mas pezullimi për një zëvendës kryeministër, një deputet, një ministër. Dhe në këtë rast ai thotë që spaku ka lut mendsh.
mund të thonë fare mirë, mbledh qeverinë, mbledh parlamentin, kryesia voton për ndryshimin në kushtetutë të disa neneve, po themi ose X, dhe përsëria i ka votat. Çfarë do të bëjnë prokurori ose prokuroria? Ku na lojnë atë në anën ligjore, sepse ne jemi rubrikë parlamentare, ne derisa votojmë, ai e ndryshon edhe kushtetutën sa herë don. Çfarë mund t'i bash ti atij? Pra nëse menohet që do të shkojmë me inat dhe inadet, pikë do përfundojmë. Por kushtetuta për mendimin tim janë të ndamë të majtë dhe djathtë atje. Në qoftë se do themi me ligj, gjykata nuk e miraton vendimin e gjykatës shkallës të korrupsionit. Nuk mundet, sepse është një vendim i pa mbështetur në ligj. Ndodh se është i nevojshëm, ndodh se janë konstatuar vjedhje, ndodh se është shkatruar Shqipëria, por nuk është ai argument që tani të pezullojmë këtë dhe të vendosim një tjetër. Këtë do vendosin një tjetër mazi, po themi, se atë. E çfarë do bëjnë prokurori ose prokuroria? Është muhabet i kotë kë. Pra ne jemi për të mbrojtur shtetin ose qytetarët nga ligjet, jo nga politika. Ju si e parashikoni në këtë rast, a parashikoni një rikthim të Belinda Ballukut në postin e zëvendës kryeministres? Në qoftë se do isha një vendim konkret, do që gjykata kushtetuese shprehet mbi bazën e ligjit dhe vendi i zëvendës kryeministit nuk pezullohet. Shprehet gjykata kushtetuese, Balluku thot jap dorëheqjen, kryeministri mund thonë propozon largimin e saj, janë gjitha mekanizmat. Dhe që sot Balluku jep dorëheqjen si zëministre dhe si ministre, atëherë vendimi bie automatikisht nuk ka vlerë. Dhe mundet që dhe vetë kryeministri sapo gjykata kushtetuese shprehet për pavlefshmërinë e XY, ai thot largimin e saj. Çfarë problemi ka këtu për shqiptarët? Se shqiptarët merren me punën e Ballukut, nuk shohin punën e tyre asnjë. Pra halli nuk është për shqiptarët, as Balluku, as ministra të tjerë, halli dhe kryesori është Edi Rama, nuk janë të tjerë, flasin kot. Pra janë muhabete që përfliten rrugës dhe o burrat shkojmë mas Ballukut, shkojmë ta heqim, lëshohet një popull i tërë ta heqim e çfarë fitu? Zoti Pietra, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.